70% e ujrave të zeza dhe ato të përdorura të fshatit Linë derdhen në liçenin e Ohri, ndërkohë që 30% e këtyre ujrave janë të sistemuara në gropa septike. Sipas banorëve, një situatë e tillë është krijuar prej shumë vitesh për shkak të mungesës së investimeve për sistemimin e kanalizimeve të këtij fshati të njohur turistik. 70% derdhen në liçen, 30% janë me gropa skeptike. Me që mu dha rasti dhe e hyrët këtu, ja ku është gropa ime skeptike e banjos. Kështu se ati tjetrit ashu i pëlqen. Shtetë s'ka, gjoba s'ka, vendimarrje s'ka. Ku ti qojnë? S'ka ku ti qojnë? Jo, asgjë s'kanë bërë. Flitet një beqë të vojnë, po se kur i bukur. Fshati është i mirë, po. S'ka, ikën, të rinjt ikën, plejtë, ne plejtë jemi. Shumica e kanë me gropa septike. Dhe her pas here i heqin ato. Se s'ka vend këtu tjetër për të. Tash do bëhen kanalizimet. Banorët gjithashtu bëjnë me dije se derdhja e ujrave të përdorura ka larguar edhe peshkun nga brigjet e liçenit të fshatit. Nga derdhja e banjove në liçen, iku dhe peshku, se nuk është vetëm derdhja e banjove. Janë dhe detergjentet e lavatriçeve apo të dusheve që lahemi. Largohet edhe dëmtohet. Domosdoshmë nga ujrat e zeza. Dikur këtu, unë kam shtëpinë në breg liçenit. Përpara kam një lulishte, edhe është liçeni. Aty, në liçen, dikur në dimër dhe në vjesht, po dhe në verë, ishte plot me peshk. Tash po thuaj se s'ka hiç. Nga ana e Bashkisë Pogradec bëhet me dije se këto ditë ka nisur puna për sistemimin e ujrave të zeza dhe të përdorura jo vetëm në Linë, por në të gjitha fshatrat e njësisë administrative udhënisht. Inxhinieri Elio Doda i bën me dije se në përfundim të projektit nuk do të ketë më derdhje të ujrave të zeza në liçen. Ky projekt trajton mbledhjen e ujrave të zeza, nuk shkarkohen më në liçen sikur ka ndodhur deri tani, por mblidhen me rrjetin e ri modern. Është gjithçka e kontrolluar me puseta, me linja të rregullta. Fshati Linë është një nga fshatrat më piktoreskë në Juglindje, i cili tërheq me mira vizitor vendas dhe të huaj gjatë 12 muajve të vitit.